Fal. Falja nuk është dobësi, falja është ngritje. Allahu ngren. Nëse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk tregohet modest ndonjë njeri me Allah, vetëm se Allahu e ngrit atë. Allahu thot, mos u merrni për të madhe, falni, a nuk dëshiron që Allahu azza t'u fal juve? Për këtë arsye, shpeshherë gjem për raste shumë thjeshta, nuk ma çoj telefonin, nuk i flet Allahut. S'ma çoj telefonin, valla e thira 10 herë kam thirrë s'ma çoj telefonin. Valla i kërkova pak borxh, nuk më dha. Nuk i fol më. Valla kur peshohemi ai më idhnu për Allah apo për dunja. Ne e dim se hallka më e fortë e imanit çka është? El hubbu fillah wal bughdu fillah. Dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Ti ja për hir të Allahut e urren vllajën tënde. Cili prej nesh urren vllahun e vet për hir të Allahut? Pse ka shpik diçka në fe, po s'ka shpik diçka në fe. Ai mbetet ahlus sunne, wal jamaa, mbetet musliman. Pse urren atë? Për peshohemi për shkak të dunjas. Dunjaja na ka hedhur, për dunjan e shkret. Që dunja e vet fjala e dunja do të thotë diçka e ulët. Për këtë arsye vetë përmbaju, fal, edukoju, zgjeroje gjoksin tënd, hape, këshirin krijesat e Allahut me mëshirë. Për shkak se thotë Ibn Qayyim rahimahullahu taala, thotë sa më shumë që i shtohet dituria njeriut, aq më shumë i sheh krijesat e Allahut me syrin e rahmetit, me syrin e mëshirës. Dhe e kundërta. Sa më pak dituria, aq më shumë mendon se vetëm ai është në hak, tjerët këtë janë deviju. Këtë janë armiq. Edhe ja zbukuron shejtani për Allah e kiti. Jo se ki për Allah. Për Allah duhesh më bashku. Allahu thot dora Allahut, thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dora Allahut me xhamatin. Dora Allahut me xhamatin. Al jamaatu rahma wal furqatu adhab. Xhamati është mëshirë, ndërsa ndarja, përçarja është dënim. Prej Allahut azza wa jalla. Andaj mos e lodh veten për shkak për gjëja banale, të ulta, mos e lodh shpirtin tënd. Mësoju shehu jon prapë të përmend Allahu rrit për shkak se shumë thënie ka dhe të kujtohet her pas here në tematika të ndryshme. Thot prej burrnis Sheikh Shenkiti. Po, Sheikh Shenkiti, Ahmed ibn al-Hafidh al-Shenkiti, Allahu rrit. Thot prej burrnis është mos të urresh edhe mos të hakmerresh. Mos të është siç ma bëni t'ja buj. E di pse? Thot nga se ai i cili vazhdimisht merret, prekupohet me këtë mendim, thot ky e blun jetën e tij. E blun jetën e tij për shkak se ky çdo gjithë kohën e tij është duke planifikuar. Gjithë kohën e tij lodh vetë çysh më apo kur me zon, kur me dhe e blun jetën e tij në gjëra të pavlera. Besimtari është shumë më i ngritur se sa më marr me gjëra të ulta.